fillojmë me njerë me recetat tona. Mirëmëngjes, mirë se të gjeta. Ne kemi arritur herët sot, duke parashikuar këtë rrëmujën, këtë shiun, këtë përmbytjet, këtë trafikun. Edhe sigurisht, nuk ka trafik kur bëhet fjalë për receta për gatim. Trafik në rrugë dhe... Që do gatuar sot? Trafik në bisedë. Sot do të heqim edhe dekorin, mbaroi dhe muaj festiv. Sot hiqe. Në ujin e bekuar për shumë besimtar të besimit ortodoks, sot është dhe dita e ujit të bekuar që shpresojmë që ky shi që ka rënë të jetë sa më i bekuar për gjithë. Po, se funelita gëzojnë të gjithë ditën e emrit, ato që kanë, qa është to, fani, këto... Sipas besimit ortodoks. Atëherë, mbas besimit të stomakut që ne kemi dhe të buxhetit e xhepi, unë sot vendosa të bëj. Kemi këto kim me vezë, kim me qep, kim me presh. Këtu qëndrojmë. Pra kam qepën, gjë që unë e kam kaluar në blender. Kam lënë gjithmonë mos harroni të vendosni tiganin në zjarr. Tek tigani në zjarr shtoj pak vaj dhe masën e qepës që unë kam. Nëse ju doni t'i jepni një shije pak më të veçantë, vendosni qepët e njoma, ose kur thoni qep për qep, vendosit një presh. Teksa e marr pak sa me të mirë dhe e zbus me që ka rënë edhe shi shumë, e zbus me një lot ujë. Pra recetat që do ta ndjekim të shkruar është një lloj kime me vezë. Me vezët tona ovita. Ralotit e kima dhe u bën kima fare. Atëre kam preshin. Dushë gjetur një më rim të pjesën. Është ndryshe. Tani, ti shtove edhe qepën edhe preshin. Po, jep një shije më... Për t'ja përshtatur edhe stinës. Më ekstra. Pra ka, përveç se qepës preshit që po e gatuajmë, dihet që janë dy përbërësit kryesor në çdo gatim pothuajse. Ne shohim të tjerë përbërës në recetën tonë të shkruar, ju duhen 4 vezë të freskëta, receta do t'i hidhet në YouTube-in tonë me emrin vezë me salcë domate në furrë, për të cilën na duhen 4 vezë të freskëta, një qep mesatare, një kuti domate të qëruara, 15 gram gjalp, gjysmë luge çaji sheqer, 80 gram krem qumshti, krip piper, majdanos të grirë dhe pak qep të njoma ose presh të prera në kubik dhe të zbutura paraprakisht në mënyrë që të mos ndihen aq shumë gjatë konsumimit. I pres në kubik domatet, pak si me... Jo domate roz. As pomodorini, e duam pak të trajtosh mirë domaten, faktikisht. Edhe. Më duhet gjalpi, sikurse më duhet edhe ujë. Do t'i bëjnë e tava individuale. Gjë që kam gjalpin, dhe gjalpin më duhet diku tek 15 gram për 4 tava. Vendos edhe më pak, se nuk është se është ëmbëlsirë edhe më duhet pa tjetër. I jap një trafik bisedës time. Hapni pak rrugën, se do flas. Ja, opa. E hapa dhe rrugën. Preshin pjesën tjetër për të qëndruar besnik në shije, nëse ne nuk kemi qepën e njom. Kur qepa djeg, kemi një shprehje kur djeg qepa, patjetër vendoseni pak në ujë që mos i djegi. Është për kopshtarin kur djeg qepa. Po. Të ujë për përpara. Edhe pak ose fare ujë, duke e ndihmuar me pak skrip, të marrë dhe pak sheqer, sepse kam harruar. Do ta vendosim të piqet në furrë më pas? Po. Edhe pak sheqer. Të vezët në fund. Duket kokra, sepse është më e... Ka dhe krip edhe sheqer. Ka shkëlqim më tepër. E kam vendosur pas syze këtë gjë. Ka dhe krip, ka dhe sheqer. Sheqeri, për ta karamelizuar paksa, shtoj dhe pjesën tjetër.
ups, më janë. E dim shumë mirë që preshi është më delikat, përmban më shumë ujë si qepa, dhe prandaj unë e shtova në pak më vonë se qepa. Do të shtoj këtë pjesën e salcës. Dhe tani me radhë, nuk harojmë, e di që do qeshi dikush këtu nga djemt, furën e para ngrohur, sepse aty gjë më thanë në mëngjes, mos harosh furën e para ngrohur, ja që e vendosa. Ku do shkojmë ne pa ngrohur furën, se duam që t'i nxjerrim pastaj në fund recetat të pjekura, të përfunduara, edhe për ta parë të plot zonjat tona. Do marr, unë vendos 3 tava individuale. 3 tava balti. Shtoj pak gjalp. I lata aromën e shijen e mirë. Dhe tavat si që kam, do t'i vendos në furë. Që të shkri dhe të ngrohem pak. Po. Edhe të shkri gjalpi. Të tilla i marr dhe i vendos. Pra kemi ndarë punën në këtë fazë që jemi, në 2 procese. Një tigan që ka urdisim qep presh dhe salcën e me copa domatesh, jo ajo salca e koncentruar e trasha, që përdorëm edhe dje, të realizojmë tani një formë gjelle të tillë. Do të shtoj domatet, sikur se kam dhe një domate tjetër. Janë të ndryshme gatimet në familjet tona në ditët me shi. Ne kemi sjell her pas here edhe këto ditën e gatimeve në ditë të ftohta për shembull, po sot nuk është aq ftohtë, paktën në Tiranë. Po sjellim ditë të ndryshme, fjala vjen. Nëse ne do t'i pyesnim zonjat tona çfarë gatuajnë sot si ditë me shi, gjëja e parë që u shkon në mendje është po hedhim ca fasule. Ose dhe gatimet të tjera. Faktikisht, vëm fasule mban kampion ditën e hënë. Po. Po ka dhe familje që kanë të premte. Po patjetër që vetëm ushqimi nuk ka. Dhe ja mund të na e thonë se kam shumë kuriozitet duke na telefonuar nga qytete të ndryshme, nga zona të ndryshme, ne kuptojmë dhe si është koha, si është moti rreth parë, duke qenë se edhe në fleshin informativ apo në lajmet me titra që komentohen edhe që shkruhen nga kolegët tanë. Po shohim përmbytje në disa prej qyteteve të Shqipërisë, ku reshjet kanë vijuar përgjatë mbrëmjes dhe orëve të para të mëngjesit dhe deri në momentin që ne po flasim. Na telefononi për të na raportuar ju tashmë se si është koha në qytetin tuaj, apo bie shumë shi, dhe mbi të gjitha për të na treguar se çfarë gatuani ju në ditët me shi. Të raportoj dhe unë me radhën time që i shtova pak kryp e pak piper. Dhe kjo raportim është. Ne raportojmë për çdo gjë që ndodh këtu. Po të doni mund të shtoni bimë aromatike, ose në të kundërt, nëse doni t'i jepni prapë diçka më specifike, që të veçojë në shije, shtojmë pak trumës. Ose majdanoz, ose trumës. Unë zgjodha të shtoj pak trumës. Është një bimë shumë e mirë, më të veçantë. Po. I jap sërisht një përzierje. Do të shtoj pak pana, është ajo. Pana që të japi atë kremozitetin. Në të njëjtën kohë edhe ekuilibron pak, e zbut pak shijen. Dhe qënë se domatja, qepa, preshi kanë shije të forta kur gatuan, aciditeti domates gjithashtu, pana fillon dhe ekuilibron nga to pak. Pra, ky gatim, vetëm ky lloj gatimi, të them të drejtën, nuk ka kufi. Pra, e gjen çdo lloj shteti e gjen këtë gatim. E drejt, po. Presim një telefonat, ka rënë Zilja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët përmes zërit këtu në studion ton. Ku jeni ju? Te Albana.
Po ne jemi. Ne jemi. Po. Ne jemi në studion, na ka ardhur zëri juaj. Te Albana. Pro te Albana jemi. Nga po na telefononi? Dhe ju lutem nga Vlora. Bieshi në Vlorë? Po. Po bie shumë shi. Apo ju bieshi nga Vlora? Ju lutem na dëgjoni nga telefoni, sepse është më e pastër. Po më dhe si e shik me këtë të filën. Zonjë, ju po flisni me Reze Dielli, apo jo, jeni e qartë? Mirë, ju lutem kur të na telefononi, tashmë e dini, na dëgjoni vetëm nga telefoni, jo nga televizori, sepse nuk na dëgjoni mirë ashtu. Nuk kuptohemi mirë. Zonja ishte nga Vlora, shi po binte, kaq informacion morëm ne. Vazhdojmë tani me... Atë duke hedhur kremin panën, fillojmë dhe japim, patjetër nga fjala krem japim një kremozitet. Shkoj dhe shikoj Marim tavat. tavat tani. Tek tavat thuam nga pak gjalp, që dhe ato të nxehën dhe gjalpi të shkrit, marrja të aromën e këndshme. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, kemi një tjetër telefonat, Zilja erdhi me një herë në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kë kemi në linjë? Mirëmëngjes. Një zonjë nga Berati. Një zonjë nga Berati, të përshëndesim. Faleminderit që telefonove. Përshëndetje, faleminderit juve. Më thuaj, a bieshi në Berat, apo bieshi? Po, shi është, po. Bieshi. Si jeni? Shumë mirë. Gëzuar një Gëzuar një ditë të mbarë dhe ju. Gëzuar. Ishte duke na ndjekur, po përgatisim vezë me salcë domate në furr. Ju çfarë keni gatuar sot për drek? Çfarë do gatuani nëse? Unë do bëj lakror me lakrat e egra. I ke mbledhur, i ke në ngrirje? Jo, i kam mbledhur që në fshat. Aha, dhe i ke aty në obor. Kam fresta. Super. Ne bën me miell gruri apo me miell misri? Me miell misri. Miell misri si që bën Albana aty. Kam parë Albanën edhe që bën Albana. Sa mirë. Rof, faleminderit. Mirë. Ju bëft mirë dreka dhe faleminderit që na telefonove. Faleminderit, shumë faleminderit. Edhe ty të lumt goja? Kalofshi mirë. Çfarë punësh bëni tani në fshat? Tani nuk ka më punë, jeni kështu pak më të qetë apo jo? Apo keni aty në obor diçka me çfarë merreni? Po. Gjëra të vogla. Jeni më të qetë. Shijoni ato frutin e... Tani po. Mbarua mullirin, tani po rrim. E po mirë, Robi duhet që ndrojë dhe Të pa? çlodheni. Për ta nisur përsëri nga pranvera punën tuaj në fshat. Faleminderit të dashur që telefonove. Pastaj fillojmë punën prap nga e para. Po. Faleminderit juve. Edhe ne faleminderit. Të urojmë ditë të bukur, ditë të mbar, një ditë me shi, ca gatime të shishme, një kafe, një çaj, një ekran aty edhe shtyhet dita. Me miq, me shoqe, gati fiksi pas ke bërë. I ke llogaritur për të treja tavat. Tani dhe veza, si për tyre, dhe do ta vendosim për t'u pjekur. 3 vezë Vital, yndyra sipër. Po. Niki me këtë lugën të lutem, një gropëz. Po. Sa të... Ashtu sa të... Bravo. Largohet të lumt. Edhe këtu. Se është nxehtë, kujdes. Që të më thua që të doj gjamoj. Ndërregjur duar. Flit, ma Albana. Se mos të del me 2 të verda, se do njështë të vezë të Vital dalin... Më duket se janë me 2 të verda, më duket. Dale. Një. Ka vënd aty Albana, do t'i sjellim tavat. Sjellim tavat, një sekundë që mos... Bukuri janë piksur vezët. Një pamje nga sipër për të parë rezultatin e recetës së parë. Ju do ta lexoni, do ta ndiqni po ashtu edhe në kanalin ton në YouTube. Ja, ky është rezultati final i tavave tona. Lexoni për më tepër, për ato anvisa që sapo ju bashkuan ekranit ton. Ndërkohë dhe buka është duke u pjekur, të dyja recetat do të jenë në YouTube, Reze Dielli.